Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është dita inde, data shënon 1 maj 2025, është dita e 121 të vitit, deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur edhe 244 ditë të tjera. Dielli sot ka lindur në orën 05:39 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:41 minuta. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat dhe në pjesën e tretë me ekspertin e ditës që sot do të jetë këshilluesi i mjekësisë holistike zoti Nikol Andoni. E nisim me panoramën fillimisht. Rezoluta e partive popullore europiane, abuzimi me pushtetin, kërcënim për zgjedhjet. Miratimi, Kongresi i Partisë Popullore Europiane miratoi unanimisht dje një rezolut për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Sipas rezolutës, zgjedhjet dhe demokracia në Shqipëri janë të kërcënuara nëse nuk ndërhyjnë BE-ja dhe institucionet e tjera. PPE ngre alarmin për manipulimin elektoral, kapjen e shtetit dhe rënimin e standardeve demokratike në Shqipëri në qeverisjen e Edi Ramës. Sali Berisha tha se kishte marrë mbështetjen e miqve europian, jo vetëm për fitoren në zgjedhjet e 11 majit, por edhe për integrimin europian të Shqipërisë. Në faqen 3, materiali i plot. Kryeartikulli i panoramës, nga turizmi te pensioni minimal 200 euro dhe ulje e taksave, premtimet e Ramës në Kukës, afatet. Bardhi denoncon rritjen e taksave të tarifave për bizneset, votuesit më besnik të Partisë Socialiste nuk meritojnë arrogancën e bandës së Ballukut në Fier. Në faqen 5, materiali i plot. Mbrojtja e demokracisë përmes së drejtës së votës, Vokshi në Spanjë, kohat vendosim një vit kuqe. Autokracia, rrezik ndaj lirisë, ndjekje penale dhe kërcënime ndaj opozitës. Në faqen 2. Universiteti si ta kuptojnë shtetin e së drejtës, profesori amerikan leksion te Luarasi. Çmimet e reja, rivlerësimi i pronave, kur nis procesi, kategoritë që përfitojnë. Në faqen 9. Raporti të zhdukurit nga diktatura, 280 kërkesa nga familjarët, hetimet në faqen 14. A duhet t'i pranojmë biseda e Stalinit me Titon më 1946 për kërkesën e Enver Hoxhës, pretendimet, dilemat e udhëheqësit komunist, një shkrim që vjen nga Skifter Këlliçi në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion, përse Edi Rama lejkaton gratë e fyen burrat. Nga Xhevat Mustafa, ëngjëj apo djej të votës së lirë, shkruan General Piro Ametaj. Ilirian Dahri, krimet e një llojtet kryera në Çamëri dhe Dalmaci, në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, shtrada e Gazetës Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Politikanët tanë janë arrogantë, përçmues dhe mos mirënjohës ndaj votës së popullit. Speciale nga profesor doktor Ilia Larti. Angazhimi dhe mbrojtja e shtetit ligjor, shtetit demokratik, shtetit të së drejtave dhe lirive të njeriut duhet filloj nga politika. Shtetari, politikani që merr përsipër një detyrë që nuk përshtatet me profesionin e tij, vetëm se është besnik partie, bie pre abuzimeve. Ai është servil me shefat dhe përçmues e indiferent me varësit. Performanca në punë duhet ta respektojnë gjithë përfaqësuesit e sistemit shtetëror dhe politikanët e të gjitha niveleve. Faqet 6 dhe 7, materiali i plot. Kryeartikulli Telegraf, 1 maj, protesta për pagat kënaqshme e pensione dinjitoze. Dita që punëtorët të ngrenë zërin e tyre fuqishëm në sektorin e bujqësisë, peshkimit e minierave, duke kërkuar kushte më të mira në punë, arsime, shëndetësi falas dhe politikanë që nuk na fusin duart në xhepa. Të përmendim fermerët tanë të Lushnjës, Fierit, Divjakës, Korçës e të tjerë, të cilët kanë protestuar për konkurrencë të ndershme dhe prodhimet që u mbeten stok. Në faqen 14, materiali i plot, sot dita ndërkombëtare e punës.
Problemet me votën e diasporës, Topalli thirrje KQZ-s, kontrolloni DHL-n, po vjet në rrezik integriteti i zgjedhjeve, ja skandali me ambasadën në Rom. Dokumentet e tenderave, Ministria e Shëndetësisë avullon arkivat e korrupsionit me tenderat në shëndetësi dhe PPP nga 2016 deri në 2024. Maksim Rushi, kreu i PAK-s, kandidati Lefter Maliqi, një zë i fuqishëm për aftësinë e kufizuar në Parlamentin e ardhshëm shqiptar. Partia Socialiste Rama në Kukës, shumica e shqiptarëve besojnë te ne dhe se vendi është në drejtimin e duhur drejt BE-s. Gjiknuri takime qytetarët e rajonit 3, Vlora sot po transformohet më shumë dhe kjo fal qeverisjes së Partisë Socialiste. Opozita shqiptare Xhelal Mziu Dibranve u hidhet asfalt elektoral me 1.2 milion euro. Rruga në Klos nis të shpërbëhet pas një jave. Besart Xhaferi, rezoluta e PPS, gris pasaportën europiane. PD denoncon krime tjera zgjedhore në Vlorë dhe Selenic, dhe fundit speciale Dimitër Gjoka, udhtimi me zis për 5 orë, ja si duket Vlora e Asokoe dhe 2 episodet në vitin 1970, ku në Kuç na pritën si t'ishim të byros politike dhe na gostisën si kur t'ishim mbretër. Faqet 16 dhe 17, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Fjala, shohim titujt kryesor të saj për sot. PPE i jep frym Berishës, zgjedhjet në Shqipëri nuk garantojnë ndershmëri. 2 javë para zgjedhjeve të përgjithshme, Partitë Popullore Europiane kanë dalë me një rezolut të fortë duke ngritur alarmin për përkeqësimin e situatës politike në Shqipëri. PPE flet për një përshkallësim të kapjes shtetit dhe shkatrim të garës së ndershme politike nga ana e qeverisë në pushtet. Në faqen 2, materiali i plot. Kryeartikulli i gazetës Fjala për sot, procesi, votat e diasporës në rrezik pas PS-s dhe PD ngre alarmin për parregullsi. Votimi nga diaspora për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 po shoqërohet me probleme serioze, që sipas Partisë Demokratike dhe vetë qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, rrezikojnë të cënojnë jo vetëm të drejtën e votës, por edhe integritetin e gjithë procesit. Pak ditë më parë edhe PS-ja u ankua në KQZ se janë zbuluar rastet keq menaxhimit procesit deri në mohim të së drejtës së votës. Faqen 3, materiali i plot. Tituj të tjerë, koment një maj i heshtur i shqiptarëve të zhurmshëm nga Leonard Veizi, opinion nga Klajt Gorica, gëzuar ditëlindjen publik. Nga bota Rusia ka ofruar një armë pushim në Ukrainë, ja çfarë dëshiron Putini. Suplementi sport, Final Four, kampionati dhe këpuca e artë ende pa përcaktim. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Fjala për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Shkodra me 11 deputet, si do votojnë në 11 maj, qarku i luhatjeve të mëdha elektorale. Analiza e elektoratit shqiptar perceptohet gjerësisht si statik, ku ndarja e kohës së komunizmit vijon të përcaktojnë në një masë të konsiderueshme vendimin e sotëm të shumë votuesve. Po çfarë ka ndodhur ndërkohë në qendrën e madhe të veriut? Faqet 10 dhe 11. Kryeartikulli i ditës, intervista me Fred Abrahams. Ablihet nderi me $6 milion, si përgjigjet publicisti i njohur amerikan që punoi 15 vjet për librin mbi Shqipërinë pas 90-s, pyetjes nëse thesi me para dhe lidhjet e kompanisë Continental mund t'ia heqin Berishës nën gratën. Njohësi i mirë i arkivës sekrete për Shqipërinë, të cilin një rastësisht Berisha nxitoi ta quante agenti UDB-s, rrëfen pse amerikanët e mbështetën e më pas e flakën Berishën. Shqipëria do ndryshoj realisht, kur fjala intelektual në Shqip do të ketë tjetër kuptim.
faqet 2 dhe 3. Libri i Abrahams, rrëfimi i shkrimtarit amerikan, kufshe nano kur turma e Berishës sulmoi kryeministrinë. Sulmi i armatosur mbi zyrat e qeverisë në grushtin e shtetit të 14 shtatorit dhe deklarata. Vendimi është marrë nga grupi im i shoqërimit dhe është i justifikueshëm në kushtet emergjencës të mos funksionimit të strukturave mbështetëse. Arkivat Gjenerali në pension, urdhri i panjohur për të bombarduar qelit në Bënsh në 1997. Ylli Dimra i shkreu i mbrojtjes ajrore, çfarë ju komunikua regjimentit të aviacionit Kuçovës. Në faqet 18 dhe 19. Intervist Nikola Sabot, fushata e 11 majit, SPAK dhe një përgjigje për listën e non-gratave. Ambasadori britanik në Tiranë u përgjigjet pyetjeve mbi situatën e polarizuar përpara zgjedhjeve. Në brendësi, lobimi për tej moralit dhe kontrata e PD-s, opinion, frustrimi nga izolimi dhe saliu në Venecia. Ekonomi shifër rekord 4.3 miliard euro po qarkullojnë jashtë sistemit bankar të vendit. Në brendësi nga 1 maj, kufiri me Kosovën pa kontrole, vendimin faqet 20 dhe 21. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme, ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Frok Çupi plas bombën. Ja si sy peshkaqeni shkëlqen Berisha, po derdh $6 milion në SBA për të varrosur dosjen Gërdeci dhe për të pastruar krimet e familjes. Lamurnoka merr në qaf 24 kryetar partish, aleatët e PD-s ngren krye për kontratën $6 milion që është firmosur pa djenin e tyre. I bëjnë thirrje SPAK të thellojë hetimet. Analisti po luhet filmi i dytë Sy peshkaqeni. Nga ambasador në lobist, kush është kumbari i Sali Berishës që po tenton të rregullojë raportet me amerikanët? Ja akuzat ndaj tij për shfrytëzim të diplomacisë për përfitimet palishme dhe manipulim të politikave të SBA. Evi Kokalari paralajmëron lajmet ronditëse për PD-n, Shkëlqeni është mashtruar nga Carlos Trujillo, që i ka dhënë $6 milion, jap se Donald Trump nuk e heq nga lista e zezë familjen Berisha. Londra mban nën vëzhgim politikën shqiptare, paralajmëron non grata ndaj të korruptuarve dhe mbështet hetimet e SPAK për krimet zgjedhore. Kush rrezikon? Në faqen 9. Sëmuret Ilir Beqaj, tronditet e Dirama, ish ministri gati të nxjerrë kompetentin për aferat e koncesioneve në shëndetësi dhe abuzimet me fondet e BE-s. Titujt të tjerë. Kush fiton, kush zhduket dhe kush lind më 11 maj, ja si do të votonin qytetarët nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, zbardhen sondazhet në faqen 6. PPE godasin Edi Ramën, kërcënojnë me bllokim negociatash, zgjedhjet e 11 majit në rrezik nga krimi dhe korrupsioni. Belinda Balluku dështon me sukses, bllokohet tuneli Llogaras dhe bypassi Vlorës, rrezikon sezonin turistik. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Kupa e Shqipërisë, Egnatia për tripletën, Dinamo për lavdin. Blut duan në rikthimin te trofet, Rogozhinasit konfirmimin. Finalja e madhe sot në Elbasan Arena në orën 18. Tetova, e vështirë të mbrosh tituj, të dënuar për të fituar. Daja me artilleri të rëndë rreshton formacion sulmues. Blut kanë 15 vite që nuk e gëzojnë tifozërinë e tyre. Kampionët në fuqi kërkojnë të nisin një cikël të madh.
Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Superioria, kampionati i ri ngres i parin më 23 gusht, të kuqt rezultatet Partizani më i dobët në 5 vite. Ndeshja shtes, Tirana dominon përballjet direkte me Pogradecit, faqen 6 dhe në faqen 7. Ish trajneri Dedja, Vllaznia tra Gjoksin, jemi ekip big. Kombëtarja rikthehet Berisha sfidë Strakoshës për qershorin. Skiatoria Kulturi rinovon Kulturi Toçi gati për medalje olimpike në faqen 23. Parashikimet 1x2 në Panorama Sport, ndeshjet e sotme në faqen 24. Barça Inter 3-3, spektakël në Spanjë, kualifikimi në San Siro, ndeshja gjysmë finale e Champions League-s. UEFA Europa e vogël për të shpëtuar sezonin e anglezëve. Dhe titulli i fundit vjen nga Gjermania, 500 herë Müller e mbyll me kupë bote. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri. Ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Rezoluta e PPS, abuzimi me pushtetin, kërcënim për zgjedhjet. Miratimi, Kongresi i Partisë Popullore Europiane miratoi unanimisht dje një rezolut për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Sipas rezolutës, zgjedhjet dhe demokracia në Shqipëri janë të kërcënuara nëse nuk ndërhyjnë BE dhe institucionet e tjera. PPE ngre alarmin për manipulim elektoral, kapjen e shtetit dhe rënimin e standardeve demokratike në Shqipëri nën qeverisjen e Edi Ramës. Sali Berisha tha se kishte marrë mbështetjen e miqve europian, jo vetëm për fitore në zgjedhjet e 11 majit, por edhe për integrimin europian të Shqipërisë. Faqen 3, materiali i plot. Krye artikulli Panoramës, nga turizmi te pensioni minimal 200 euro dhe ulje e taksave, premtimet e Ramës në Kukës dhe afatet. Bardhi denoncon rritjen e taksave e tarifave për bizneset, votuesit më besnik PS-s nuk e meritojnë arrogancën e bandës së Ballukut në Fier. Në faqen 5, materiali i plot. Mbrojtja e demokracisë përmes së drejtës së votës, Vokshi në Spanjë, kohat vendosim një vit kuqe. Autokracia, rrezik ndaj lirisë, ndjekje penale dhe kërcënime ndaj opozitës, ka deklaruar ndër të tjera Albana Vokshi. Në faqen 2, materiali i plot. Universiteti si ta kuptojnë shtetin e së drejtës, profesori amerikan, leksion të Luarasi. Çmimet e reja, rivlerësimi i pronave, kur nis procesi, kategoritë që përfitojnë. Raporti të zhdukurit nga diktatura, 280 kërkesa nga familjarët, hetimet në faqen 14. A duhet t'i pranojmë biseda e Stalinit me Titon më 1946 për kërkesën e Enver Hoxhës, pretendimet, dilemat e udhëheqësit komunist, nga Skifter Këlliçi, në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion, përse Edi Rama lejkaton gratë e fyen burrat, nga Xhevat Mustafa, General Piro Ametaj, ëngjëj apo djaj të votës lirë. Dhe opinioni fundit nga Ilirian Dahri, krimet e një lojtat kryera në Çamëri dhe Dalmaci. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me telefonatat në studio.